Qendra klinike Nëna Tereza në Shkup sot nuk përballet vetëm me problemet shëndetësore, por përballet edhe me kaosin e parkingut. Në një institucion ku çdo minutë është i rëndësishëm, problemi i parkingut mbetet ende i pazgjidhur. Në qendrën klinike Nëna Tereza, qytetarët përballen jo vetëm me sëmundjen, por edhe me kaosin e parkingut. Mungesa e vendeve dhe rrugët e bllokuara e bëjnë çdo vizitë sfiduese, ndërsa pacientët dhe familjarët humbin minuta të çmuara duke kërkuar një vend të lirë. Një problem i vjetër që pret një zgjidhje të menjëhershme nga autoritetet. Po të njëjtën e pohuan edhe qytetarët për televizionin Shenja, duke thënë se mund të kërkosh 2 orë dhe përsëri mund të mos gjesh parking. Problem se ka patima. Problem çdo herë ka, madje dhe problemi i madh është mund të futesh në parking dhe të kërkosh parking 2 orë dhe mos të gjesh. Duhet diçka të ndërmarrin ose të ndërtojnë ndonjë parking, apo ndonjë parking në kate. Nuk di çfarë të them, problemi është i madh. Edhe pse jo vendas, përsëri për një tjetër qytetar, problemi i parkingut është i dukshëm në sytë e tij. Unë se di se s'ko me ardhë me veturë dhe nuk e di a ka problem, po shoh ka mjaft vetura, jam i shtrim tunë si pacient. Ndërkaq një tjetër qytetar thotë se është situatë aq problematike saqë janë detyruar të vinë 2 persona, njëri të gjej vend për parking e tjetri të kryej punë në spital. Vujtë të vajgjeme. 2 persona kemi ardhur, njëri gjen vend për parkim e tjetri kryen punë në spital. Shumë keq që është pa parking. Thas që 2 persona kemi ardhur, njëri rin kujdestar tek veturat që të kërkoj vend, patjetër duhet të vendoset rend dhe të vendoset se a do ndërtojnë parkingje në kate apo jo. Patjetër duhet të bëhet diçka. Kujtojmë se më 29 dhjetor të vitit 2025, Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu, duke ju përgjigjur pyetjeve gazetareske në lidhje me parkingun në qendrën klinike, ka deklaruar se diku deri në maj do të kemi parking krejtësisht të ri, me infrastrukturë smart dhe garazhe në kate. Ndonëse deri më tani ende nuk shihet të kenë filluar punimet.